Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Jemi në kapitullin e besimit të ehlisunetit në lidhje me Kur'anin famlart, në lidhje me librin e Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin famlart. Dhe prej pikave në cilën beson ehlusuneti, pjesëtarët e grupës së shpëtuar e atyre që e pasojnë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është se Kur'ani është i përsosur dhe se Kur'ani është i mbrojtur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, kush e mohon qoftë edhe një harf të Kur'anit, kush e mohon qoftë edhe një harf, një shkronjë të Kur'anit, bën kufër, del prej feje. Dhe kush pretendon se Kur'ani ka edhe disa shtesa tjera, kush pretendon se Kur'ani është i mangët, ai bën kufër dhe del prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Pra, Kur'ani është i përsosur dhe është i mbrojtur nga ndryshimi, nga shtesa apo nga paksimi. Allahu subhanahu wa taala e ka garantuar këtë libër, sepse do të jetë argument për njerëzit deri në ditën e gjykimit. Pejgamberi alayhis salam është pejgamberi i fundit, pas tij më nuk ka pejgamber. Andaj Kur'ani famlart do të jetë për njerëzit deri në ditën e gjykimit, dhe për këtë shkak Allahu e ka mbrojtur. Allahu subhanahu wa taala e ka ruajtur nga çdo lloj ndryshimi apo nga çdo lloj shtese apo paksimi. Dhe kush beson, pretendon apo e mohon qoftë edhe një shkronjë të Kur'anit, ai bën kufër me këtë dhe del prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është diçka e njohur tek muslimanët, dhe kjo është diçka e vërtetuar. Kur'ani është ai i cili ashtu siç ka zbritur, ashtu ka ngelur tash pas 1400 viteve. Dhe s'ka mundësi dikush të pretendoj diçka tjetër. Është ruajtur me lejen e Allahut dhe është mbajtur mend nga miliona hafizler. Është mbajtur mend nga miliona hafizler. Është mbajtur mend nga shumë njerëz që nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurani është diçka me cilën muslimanët kanë qenë të lidhur çdo herë në namazin e tyre. Çdo herë traditë është që në Taravi të këndohet Kurani komplet. Kjo traditë ka ngelur në Medinë deri sot e kësaj dite. Pra, kjo është ajo të cilën nuk ka dyshim në të, se Kurani është i mbrojtur, i garantuar, dhe kush e mohon atë, pa dyshim se del prej feje dhe nuk konsiderohet musliman. Nuk konsiderohet musliman sepse i mohon fjalët e Allahut subhanahu wa taala. E mohon atë që Allahu i lartësuar e ka thënë në Kur'anin famlar se ai do ta mbrojë atë nga çdo lloj ndryshimi.